83 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Pika 6. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës së Shqipërisë numër 102, datë 4/3/2026, për shkarkim ministri zoti Toni Gogu, ministër i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, shkarkohet nga kjo detyrë. Ky akt kërkon shumicë absolute votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Mbyllet votimi. Po. Projekt vendimi miratohet. Pika 7. Vazhdojmë me votimin e projekt vendimi për miratimin e dekretit President të Republikës së Shqipërisë numër 103, datë 4/3/2026, për emërim zëvendës kryeministri. Zonja Albana Koçiu emërohet zëvendës kryeministër. Ky akt kërkon shumicë absolute e votash për miratim. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi. Një minutë. Mbyllet votimi. 83 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër. Projekt vendimi miratohet. Po s'do të shkosh. Po shkosh ti poshtë një vizitë. Apo po pret që shkoj dhe Rama mbrapa. Po bëj s'kush po më gjon. Ja po të pyes. Do të shkosh në bizë në Brysseli, forcë në botë që të ndaloja të nuk ka, ta dini mirë.